Universiteti i Shkodrës Luiq Gurakuqi synon të forcojë cilësinë akademike, të zgjerojë bashkëpunimet ndërkombëtare dhe ta vendosë studentin në qendër të zhvillimit të institucionit. Kështu u shpreh në të parën dalje për mediat pasi mori detyrën e rektorës, profesoresh doktoresh Blerta Dragusha, e cila theksoi rëndësinë e akreditimit institucional dhe të programeve të studimit me synimin për të garantuar standarde europiane dhe programe sa më konkurruese. Fokusi për aq kohë sa do të jemi në këtë pozicion do të jetë përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies, kërkimi shkencor dhe ndërkombëtarizimi dhe ajo çka është më e rëndësishmja, studenti në qendër të universitetit. Sapo kemi përfunduar me sukses semestrin e verës dhe diplomimin e studentëve në këtë sezon, ndërkohë që po punojmë për sezonin e ardhshëm që do të jetë sezoni i vjeshtës. Një pikë e rëndësishme e cilësisë së mësimdhënies mbetet akreditimi. Një ndër sfidat më të mëdha të universitetit është akreditimi i programeve të studimit dhe akreditimi institucional në të cilin shpresojmë që të hyjmë sa më parë. Do të thoja që këtë vit si risi e drejtorisë së kurrikulave ka qenë përfshirja e studentëve në opinionet e tyre në të gjitha landet ku ato janë përfshi, kanë qenë të angazhuar përmes linqeve individuale. Pra secila lanë në të gjitha programet e studimit që ofron Universiteti i Shkodrës ka pas linkun e vet ku studentët kanë dhënë opinionin e tyre për lëndën dhe për pedagogun. Dhe kjo është një risi e këtij semestri që sapo u mbyll në fakt. Për vitin e ri akademik 2026-2027 janë miratuar nga Ministri i Arsimit edhe 2 programe të reja studimi. Vim me një lajm shumë të gëzueshëm, që është miratimi nga Ministria e Arsimit e 2 programeve të reja të studimit, një studim bachelor në administrim biznes në gjuhën angleze dhe një program studimi master në psikologji ligjore. Të 2 këto programe parashikojmë të sjellin student të ri në Universitetin e Shkodrës, përkatësisht secili prej tyre aktualisht ka nga 30 kuota të miratuara. Por ajo që do të theksoja me shumë dëshirë dhe me shumë kënaqësi është fakti që bachelori në administrim biznes i ofruar në gjuhën angleze tashmë ka kërkesa edhe nga student të huaj, nga shumë student të huaj. Dhe jam shumë optimiste që në fillim të këtij viti të ri akademik do të kemi studentët e parë ndërkombëtar në Universitetin e Shkodrës. Është rrit gama e aplikimeve në projekte, pra nëse para disa viteve kemi qenë të fokusuar vetëm në projektet Erasmus, tashmë ka një gamë të zgjeruar projektesh në të cilat aplikon universiteti jon. Jemi fitues në 2 projekte në Erasmus Mobility, një me Universitetin e Luvenit në Belgjik dhe një tjetër me Universitetin e Salentos në Itali. Si vjet do të fillojmë një diplomë të përbashkët me Universitetin e Salentos, pra dhe aty parashikojmë të kemi student ndërkombëtar, ndërkohë që për vitin e ardhshëm kemi objektiv punën në 2 programe të tjera, diploma të përbashkëta. Një tjetër pikë ku do të ndërhyet është infrastruktura, me qëllim përmirësimin e kushteve për studentët dhe stafin akademik. Do të përmirësojmë patjetër infrastrukturën, gjithmonë për me u lehtësu studimin, qëndrimin në Shkodër studentëve për një çati të re tek Fakulteti i Shkencave të Edukimit, ngritjen e 2 kaldajave të reja, ndërkohë që për laboratorët dhe për infrastrukturën kjo është një punë e vazhdueshme në fakt në Universitetin e Shkodrës, e cila vjen edhe përmes aplikimeve siç e përmenda më përpara në projekte Erasmus, por edhe në projekte kombëtare, kryesisht ato të Akshit, të cilat na kanë ndihmuar në pajisjen me laboratore të reja. Sfidë mbeten regjistrimet e reja, me qëllim që asnjë deg studimi të mos rrezikojë mbylljen. Unë shpresoj që të mos kemi deg të rrezikuar. Sigurisht që kjo është një situatë jo fort e favorshme, të jena të ndërgjegjshëm. Janë rrit prap kriteret e hyrjes për disa programe studimit, kriteret e pranimit. Rektoria Dragusha u bëri thirrje maturantëve të zgjedhin Universitetin Luiq Gurakuqi si një prej qendrave më të rëndësishme të dijes në vend.